Atëherë zoti Gjika, si e patë ndeshjen e parë të Elbasanit të këtij sezoni në Laç? Faleminderit. Unë flas në emër të tifozëve, në emër sportazhëve dhe në emër pa durim të madh e pritëm ndeshjen. Ishte një ndeshje e vështirë, sepse Laçi vinte nga një kategori inferiore dhe hyri në superiore. Me thënë drejtën dhe ajo tregoi vlera. Po dhe ekipi jonë tregoi vlera. Rezultati ishte i pranueshëm për të dy ekipet, pa barazimi për kontra edhe me Elbasanin edhe me Laçin. Unë, si dashamirës i futbollit, nuk jam optimist sa që kam qenë vitën e kaluar. Ekipi le për dëshiruar. Le për dëshiruar për arsye të forta, të thjeshta. Ekipi akoma nuk është koliduar, edhe për këtë unë jap të drejtë trajnerit dhe ekipit që nuk është në asnjë dur. Por kam dhe vërejtje për sa i përket futbollistëve të cilët janë në stolin e rezervës. Të jesh në stol sot është privilegj, sepse luajnë 11 lojtarë, nuk luajnë 22. Pra, dikush do rri stol dhe kur vjen mundësia do të hyjë në ndeshje. Por, momentin që ai është në stol, do të hyjë, ai do të bëjë ndryshimin e madh të ndeshjes. Ai do ta kthejë ndeshjen, ai do të kthejë rezultatin dhe jo siç ndodhur në ndomt në ekipet tona dhe në veçantë në ekipin e zemrës time, që hyn futbollisti dhe nuk bën ndryshim. Jo, ai do të thrasë mendin mirë sepse është pjesë e një ekipi të madh, që ka një emër të madh, Elbasani. Dhe përkushtimi i presidentit është maksimal, përkushtimi i stafit drejtues që unë kam të gjithë miq pa parashtim është maksimal. Por, si ndeshja e parë që është, unë mendoj që ne nuk duhet të jemi shumë kritik. Por, se kritikon nuk bën keq. Do si e pret Pecurin vazhdim? Pret Po. jetë një çuj pozitive? Po, këtë javë ekipi jon do të luajë në stadiumin e tij pa tifozë. Dhe kjo është ajo që unë kam ngritur shpesh herë në intervista që tifozët tonë duhet të jenë moralistë më objektiv. Nuk ka pse shaj në korë. Ne kemi këngë të mrekullueshme të himnit të futbollit Elbasanit, që të ngrenë peshë, të bën morrniza në trup, dhe të shaj me fjalor të ndyrë, dhe ja ç'a ndodhi. Sot ne jemi të penalizuar, do luajmë me ekipin e Vllaznisë pas spektator. Po shikoj sa bukur gjithë ky stadium këtu. Të mos ketë tifoza. Përse? Sepse një grup njerëzish janë të pavetëdijshëm. Duhet të punuar shumë ato. Ata janë njerëz të mrekullueshëm, e dashurojnë futbollin, por jo në këtë mënyrë. Si e pret ndeshjen me Vllaznin? Është ndeshje vështirë, është ndeshje që Vllaznia luan komod sepse është pas spektator, se ne po të kishim spektatorët tanë që është ekipi 12 i tifozëve tonë dhe kishim bërë një mrekulli të vërtet. Megjithatë, përsëri jemi në fushën tonë me një stadium të mrekullueshëm dhe unë besoj shumë që ekipi jonë do të marrë formën e duhur, se për hir të vërtetës akoma ekipi nuk është aty ku duhet. Vjet ekipi kur hante gol shkonte, bënte gol kundërshtuar, merri ekipet e tjera. Si vjet nuk flas do se vetëm një ndeshje kemi pa. Dhe ndeshje jemi të kënaqur të lush në Laç, marrësh barazimin, nuk është keq.